Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim mesazhe tek Tarot në pjesën e dashurisë. Do të bëjmë një pyetje dhe pastaj do t'i komentojmë. Një surprizë për ty do të vi shumë shpejt. Bëjmë një pyetje, pra, do të vi shumë shpejt një surprizë për ty. Tek pjesa e surprizave. Është një energji tek pjesa e dashurisë, e cila do na tregoj gjërat që do të ndodhin në jetën tuaj. Keni qenë pak të manipuluar, të mashtruar, thot. Por ju jeni një person i fortë tek pjesa e dashurisë. Ju dashuroni me zemër dhe kur mërziteni ose kur urreni, nuk ktheni mbrapa. Jeni një person shumë i drejtë, si ky gjykatësi, jetën tuaj, edhe në dashuri, jeni shumë person i drejtë. Jeni si një perandore shtot, si një perandore kupave në këtë front dhe keni një pastërti shpirtërore. Ju ndihmon një person, ky është perandor në jetën e tij, një person shumë pozitiv që e keni pranë gjithë kohën. Ju sjell lajme, mesazhe në qiell të pastër, mesazhe lumturie. Juve e keni hequr fashën, thot, por jeni pak e menduar, thot, për të marrë këto mesazhe nga ky person. Jeni si në e dyzuar në këtë buzëdeti, por hiqeni fashën dhe flisni me intuitën tuaj, me fëmijën tuaj të brendshëm për të marrë përgjigjen. Sepse ky person juve ju shikon si një mbretëresh të shkopinte, një femër shumë intelekte, të dashur, e cila pa dashuri, pa interes, pa kompromis. Jeni, thot, për të një femër shumë paqësore, e zhytur në këtë bollëk shpirtëror dhe në këtë bollëk financiar. Pra jeni femër me botë shpirtërore shumë të madhe. Ky person, thot, lufton shumë për të ardhur drejt teje dhe vjen shumë shpejt, me një lajm të shpejt, një lajm surprizë, kalor si shpatës, tregon lajmi që vin shumë shpejt drejt teje për të sjellë këtë gjë të mirë, këtë gjë që ju e prisni. Pra, kjo ishte mesazhi i dashurisë për ditën e sotme.